Ish-ministri Lefter Koka është liruar sot pas 4 vite shqendrimi në burg në kuadër të hetimeve dhe gjykimeve për aferën e inceneratorëve. Gjykata e posaçme vendosi të shuaj masën arrest me burg për dosjen e inceneratorit të Fierit, pasi gjykata e lartë ka kthyer çështjen për rigjykim në apel, duke e bërë të pavlefshme vazhdimin e kufizimit. Koka ka fituar gjithashtu lirinë me kusht për çështjen e inceneratorit të Elbasanit pas vendimit të gjykatës së Durrësit, ndërsa dënimin për inceneratorin e Tiranës e ka shlyer të plot përmes kohës së qëndrimit në paraburgim. Me këto zhvillime të treja dosjet penale ku ai ishte i përfshirë, Elbasani, Tirana dhe Fieri nuk mbajnë më asnjë masë sigurie aktive. Lirimi i Kokës pritet të ndezë debate republike politik rreth trajtimit të aferës më të përfolur të viteve të fundit. SPAK ka goditur grupin e madh të trafikut ndërkombëtar të drogës, ku mes të arrestuarve ishin edhe Recep Raja, djali i ish-deputetit socialist Rahman Raja. Pas operacionit të një dite më parë, orë më vonë, SPAK doli me një deklaratë të detajuar publike. Nga 14 masa sigurie, 10 u ekzekutuan, duke futur në pranga antar kyç të grupit si përparime Gazmir Raja, Aldo Gjini, Jani Çavo, Islam Sefa, Agim Nina, Zamir Aliaj, Sokol Qaja dhe Marvin Bushati. Gjatë kontrolleve në banesat e familjes Raja u sekuestruan 430.000 euro kesh, automjete luksoze dhe ora Rolex. 4 të dyshuar, Ervis Shuli, Bujar dhe Hajdar Sefasi dhe Vildan Baroku ndodhen ende në kërkim dhe dyshohet se kanë ikur jashtë vendit. Sipas SPAK, grupi trafikonte drogë në 3 linja kryesore, nga Shqipëria drejt Malit të Zi me destinacion Gjermani, nga Shqipëria drejt Turqisë, nga Amerika e Jugut drejt Bashkimit Evropian. Komunikimet mes tyre kryeshin përmes aplikacionit e enkriptuar SkyECC, të çmontuar nga autoritetet franceze. Hetimet kanë zbuluar 3 episode kryesore: sekuestrimin e 1.7 ton marijuana Malit të Zi në nëntor 2020, 475 kg kokainë të ardhur nga Ekuadori në portin Vlissingen në Holland dhe 236 kg marijuana të kapur në Turqi në janar 2021. Ndërkohë, një prej të hetuarve u arrestua më 10 dhjetor me një armë tip Glock në banesë. SPAK paralajmëron hetime të tjera që pritet të thellojnë përgjegjësinë brenda këtij rrjeti me shtrirje ndërkombëtare. Një nga çështjet më të ndjeshme që lidh Belgjikën me Shqipërinë, e njohur si Toyota Yaris, ka marrë një kthes të papritur. Dhoma e 46 e gjykatës korreksionale në Bruksel ka vendosur të shpallet territorialisht e papërgjegjshme, duke refuzuar të gjykojë rastin që përfshin lidhje mes krimit të organizuar dhe politikës shqiptare. Çështja nisi në korrik 2019 kur autoritetet shqiptare sekuestruan një kamion me automjete Toyota nga Belgjika, brenda të cilave u gjetën 3.5 milion euro dhe 100.000 franga zvicerane me origjinë të dyshuar kriminale. Një delegacion i prokurorisë federale belge vizitoi Shqipërinë duke marrë në pyetje persona të ndryshëm, përfshirë edhe figura politike, por ish-ministri Lulzim Basha nuk u përfshi si i pandehur. Gjykata belge argumentoi mungesën e provave të qarta për vendin dhe kohën e futjes parave në automjete, duke marrë parasysh kalimin e kamionit përmes disa shteteve. Megjithatë, prokuroria federale ka të drejtë të apelojë, çka mund të rihap një dosje që ka tronditur jo vetëm skenën politike dhe ligjore, por edhe imazhin ndërkombëtar të Shqipërisë dhe përpjekjet për antarësim në BE. Rasti i prokurorit Elion Mustafaj ka nxjerrë në parë rumpallën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe ndikimin e mundshëm të grupeve kriminale në emrimet e sistemit pas një viti qëndrimi në SBA pranë kompanisë së Dorian Pukos, të dënuar për grabitje dhe nënhetim për drogë dhe pastrim parash. Mustafaj u kthye në Shqipëri me një dosje amerikane të pahetuar, në vend që të shqyrtojë aktiviteti i tij, KLP e transferoi në Lushnjë, ku brenda 16 muajve e emëroi 8 herë si prokuror i thjesht ose drejtues, madje disa herë të dyfisht në të njëjtën ditë. Ky model qarkullimi ngret 3 dilema: rumpalla administrative, njolla në figurën e Mustafajt dhe lobimi i mundshëm nga qarqe mafioze për ta mbajtur në një pozicion të leverdisshëm. Përveç Lushnjës, më 9 qershor 2023 ai u emërua drejtues i prokurorisë së Fierit, duke theksuar influencën e grupeve kriminale në vendimet e KLP-s. Rasti ekspozon problemet e thella të filtrimit profesional dhe vendimarrjes së dyshimit në sistemin e drejtësisë shqiptare, duke ngritur pyetje serioze mbi integritetin e prokurorëve dhe ndikimin e interesave kriminale në vendimet institucionale. 8 muaj pasi SPAK i sekuestroi telefonin dhe pajisjet e zyrës dhe e ka marrë të pandehur për korrupsion dhe lidhje me banda kriminale, drejtori i sjelljes kanalizimeve të qarkut Elbasan, Luan Tabaku, vazhdon të shpall fituese kompanitë e kontingjentit kriminal. Tenderi më i fundit, 395 milion lekë, është dhënë pagar kompanisë AKM Albanian Investment Group të Ardit Krajës, i arrestuar në Kosovë për bixhoz të paligjshëm, skema piramidale, evazion dhe pastrim parash. Ardit Kraja, bashkëshorti i moderatores Ilda Bejleri, ka 10 kompani në Shqipëri dhe ka përfituar tender, leje ndërtimi dhe troje publike përmes këtij tenderi. Tabaku ka shfaqur lidhje të drejtë për drejta me eksponent të krimit, duke shpërndarë kontrata që arrin deri në 98% të fondit limit, pavarësisht hetimeve në vazhdim. Rasti tregon qartë se pavarësisht procedurave të SPAK-ut dhe provave të mbledhura për korrupsion, drejtuesit lokal mund vazhdojnë shpërndarjen e fondeve publike në mënyrë të dyshim, duke ruajtur lidhje me persona të përfshirë në aktivitete kriminale. Tenderi i fundit është një tjetër dëshmi e penetrimit të interesave kriminale në institucionet publike të Elbasanit.
Seanca gjyqësore ndaj Behar Bajrit, Safet Bajrit dhe Asmer Bilalit, të akuzuar për vrasjen e Fatbardh Licit në Shkodër në gusht 2018, është hyrë për shkak të mungesës së një avokati mbrojtës. SPA ka mbyllur hetimet dhe i ka dërguar në gjykatën e posaçme të tretë të dyshuarit me akuza për vrasje me paramendim në formën e bashkëpunimit, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe kryerje veprash nga organizata kriminale. Rasti nxjerr në papërfshirjen e grupeve kriminale në vrasje të planifikuara dhe procedurat e gjyqësorit në përballje me mungesë mbrojtjeje. Hetimet për vrasjen e dy fish në Finikonda po thellohen duke zbuluar një skem të ndërlikuar ku motivi kryesor duket të jetë trashëgimia milionshë e viktimës 68 vjeçare. Pas arrestimit të nipit 33 vjeçar dhe një biznesmeni nga Athina, autoritetet presin kapjen e një bashkëpunëtori të tretë në Gjermani, i cili dyshohet se transportoi ekzekutorin e krimit. Pasuria e viktimës, prona dhe toka me vlerë miliona euro, i kalon me ligj motrës së tij pavarësisht pretendimeve të nipit dhe pavarësisht faktit se ai mund të shpallet fajtor për nxitje të vrasjes. Analizat e komunikimeve telefonike rrëzuan versionin e tij fillestar duke pozicionuar si nxitës të sulmit dhe të një atentati të mëparshëm ndaj Xhaxhait në shtator. Zhvillim kyç për hetimin ishin telefonata e tij e parë pas vrasjes, e cila nuk ju drejtua policisë, por biznesmeni të arrestuar, ndërkohë dy të rinjtë e dyshuar si ekzekutor mbeten në paraburgim ndërsa autoritetet paralajmërojnë arrestime dhe prova të reja. Rasti i Finikondës në Greqi mbetet i zhytur në mister dhe kontradikta që pritet marrin dritë në ditët në vijim. Autoritetet greke kanë goditur një grup të strukturuar shqiptaro-grek i akuzuar për tentativën spektakolare të vrasjes së mafiozit grek Jani Lala në maj 2025. 3 shqiptarë dhe 3 grek me styre dhe një femër janë arrestuar, ndërsa një tjetër shqiptar është shpallur në kërkim. Në pranga kanë rënë Dimitër Meci, Andrea Brokeri dhe Fatjon Prendi, ndërsa kërkohet 31 vjeçari Vasil Teohari. Grupi akuzohet se më 16 maj qelloi rreth 50 herë ndaj makinës së blinduar të Lalas pa arritur ta dëmtojë. Autorët kishin ngritur një sistem survejimi 24 orësh, duke instaluar kamera të fshehta në një furgon të parkuar pranë karburantit të tij. 2 javë pas atentatit të parë, të dështuarat tentuan të monitoronin sërish lëvizjet e Lalas, por një punonjës zbuloi automjetin duke çuar në zhbërinë e planit. Policia i lidh të dyshuarit edhe me një zjarrvënie në një karburant në Argyropoli në Shkurt, ndër të arrestuarit spikat Fatjon Prendi, një emër i vjetër i botës së krimit grek, aktualisht i burgosur për drogë e armë, i përfshirë në një grabitje të përgjakshme në Kryoneri në 2012 që përfundoi me ndjekje dhe shkëmbim zjarri me policinë. Ai ka një histori të gjatë me incidente në burg dhe lidhje me figura të tjera të krimit të rënd. Hetimet vijojnë ndërsa policia paralajmëron arrestime të reja dhe zbardhje të plotë të skemës kriminale. Policia e Shkodrës ka arrestuar në flagrant shtetasin sloven me iniciale KJ, 36 vjeç, pas një aksidenti tragjik në aksin rrugor Shkodër-Hani Hotit, ku një person humbi jetën. Sipas raportimeve zyrtare, i arrestuari akuzohet për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, ndërsa specialistët e qarkullimit rrugor po vijojnë hetimet për rrethanat e ngjarjes. Policia thekson se arrestimi u bë më njëherë pas aksidentit, duke garantuar reagim të shpejtë ndaj një ngjarje që mori jetë njerëzore në rrugët e Shkodrës. Rasti mbetet në hetim për të përcaktuar të gjitha përgjegjësitë dhe shkaqet e sakta të aksidentit. Njëri nga vëllezërit Vicentijevic Jovani, akuzuar për sulmin me rreth 20 kg eksploziv në kanalin e Iber Lepensit, ka pranuar përpara prokurorisë speciale se mori pjesë në një trajnim 9 ditor ushtarak në Serbi, në bazën e njohur Pasuljanske Livade, së bashku me 120 persona të tjerë nga veriu i Kosovës. Sipas tij, trajnimi u udhëhoq nga oficerë të ushtrisë serbe, përfshirë Aleksandr Kosanin dhe një tjetër me pseudonimin Stoll. Vicentijevic ka treguar gjithashtu se një ditë para sulmit terrorist në Banjsk, grupi ka lëvizur në mënyrë të organizuar për në zona afër Kosovës. Ai pohoi se ishte informuar për një plan sulmi në tetor 2024, i cili u shtyp për shkak të zgjedhjeve presidenciale në SBA, ku Milan Radocic, i përfshirë në rast, dyshohet se ka financuar fushatën e Donald Trump përmes lobit serb me $30 milion. Akta akuza përfshin edhe prova fizike. Balta nga çizmet e të akuzuarve përputhet me atë të kanalit të Iber Lepensit, ndërsa fitili i sekuestruar përmban ADN-n e të akuzuarve, duke lidhur drejt për drejt pjesëmarrësit me sulmin terrorist. Vëllai i tij, Dragisha Vicentijevic, gjithashtu akuzohet për pjesëmarrje në këtë akt kriminal. Ky rast nxjerr në parë lidhjet ndërkombëtare dhe organizimin e sofistikuar të grupit, duke përfshirë trajnime ushtarake, koordinim për sulme dhe influencë financiare nga qarqe jashtë vendit. Policia italiane zbuloi një mashtrim të madh mbi 30 milionë euro që preku institucionin historik Opera di Santa Maria del Fiore, që administron katedralen dhe monumentet kryesore të Firenzes. 9 persona italianë, shqiptar dhe shtetas të tjerë të huaj u ndaluan, të akuzuar për faturë të rreme e pastrim parash përmes kompanive fantazm. Hetimet nisën në mars 2025 nga prokuroria e Brescias, ndërsa parat qarkullonin shpejt për të fshehur origjinën. Policia ka sekuestruar para e dokumente, ndërsa skema përfshinte edhe struktura fiktive që merrnin fonde për restaurime. Rasti ka tronditur opinionin publik duke goditur një nga institucionet më të vjetra e më të rëndësishme kulturore në Itali.
3 persona janë arrestuar dhe mbi 5 milion euro janë konfiskuar në një operacion ndërkombëtar kundër grupit kriminal të njohur si Karteli Ballkanik. Operacioni i koordinuar nga Europol përfshiu autoritetet nga Gjermania, Austria, Bosnia-Hercegovina, Kroacia dhe Serbia me rreth 500 policë gjerman. Parat dyshohet se vinë nga trafiku i drogës nga Kolumbia e transportuar me anije në Spanjë dhe shpërndar më pas në bashkëpunim me grupe të tjera kriminale spanjolle. Arrestimet përfshin shtetas serb të moshave 19 deri 60 vjeç të dyshuar për logjistikë dhe koordinim të trafikut ndërkombëtar të narkotikëve, ndërsa llogaritë bankare dhe asetet e lidhura u bllokuan në vendet e përfshira. Operacioni shënjon një goditje të rëndësishme ndaj trafikut transnacional të drogës nga Ballkani drejt Europës.